Të nërruar shikues, tash po shkojmë në Pej, flasim për manifestimin një ditë, 1 maj, skiatorët e 3 shteteve që bëhen bashkë sigurisht për me promovu vendin, secili vendin e tyre, po edhe vendet, këto 3 vende që tashmë e kanë një bashkëpunim të mirë në këtë aspekt. Flora ka shkuar atje për me na tregu më tepër, e ka edhe një mysafire edhe i marrin vesh informacionet, detajet. Po Flori e paske zgjedhur sot me dalë në ambiente të hapuna, në një prej rrugëve qendrore të Pejës, që po duket shumë pastër, shumë bukur, pak njerëz realisht, nuk di nëse pse është herët, edhe pse s'është çast herët. Po ato malet prapavi edhe qielli pasë po ja shtojnë krejt jeshin pamjes. Agron vetëm pak era, po besoj që nuk na pengon gjatë intervistës, se për ndryshe është një diell, po e sheni edhe vetë, një ambient shumë i mirë, prapavi kemi edhe bjeshkat e rrugës, edhe pse në muajt më të larta po e shohim që ende ka borë, sepse është ende herët ndoshta të bëhet ajo shkria totale. Mirë po kur jemi edhe duke folur edhe për temën e sot me një ditë 1 maj skiatorët e 3 shteteve, ja vlen që të shohim edhe pamjet e tilla. Prezentuate edhe ju që sot mbahet manifestimi i dytë rajonal dimror, pra rreth temës një ditë 1 maj, skiatorët e 3 shteteve, dhe për të diskutuar më shumë rreth kësaj teme, këtu pranë vetes kam Blerta Harxhi Begolli, zyrtare e lartë për planifikimin e projekteve në komunën e Pejës. Spari një mëngjes. Se keni on. Atëre Blerta e dim që Deçani, Juniko, Bajram Curi, Plava dhe Gusia. Kështu që... Po, vetëm një moment, Blerta, të sigurohem në qoftë se jam duke u dëgjuar në studio. Apo jo, mirë që mos të kemi ndonjë problem sa i përket edhe mikrofonave, sepse thashë edhe në qytetin e Pejës sot ka shumë erë. Nëse mundeni me më njoftu, është gjithçka në rregull edhe sa i përket edhe mikrofonave. Sa në qoftë se mundesh me rregullu vetëm te mikrofoni i mysafirës. Kemi pak problem. Pra, siç e tha edhe Blerta, është një projekt rekufitar që e funksionon edhe bashkëpunimin rajonal midis Kosovës, Malit të Zi edhe Shqipërisë. Dhe ky manifestim bëhet sot me 11 prill, pra sot nga ora 11 dhe është E duket që kemi një zelashe të vogël, Flori nuk e di nëse po më dëgjon. Intervista shumë interesante dhe lokacioni shumë interesant, po duket që ajo era siç e paralajmërove edhe ti, pak po na prish punë sepse nuk është që po dëgjohet shumë mirë në transmetim, po shpresoj që me u rregullu ose ju me ndru mbase lokacion me gjetë një vend më të përshtatshëm në mënyrë që me vazhdu intervistën edhe me na tregu më tepër për projektet, për manifestimin realisht një ditë 1 maj skiatorët e 3 shteteve. Gjithashtu flasim edhe për shkëmbimin e përvojave në fushën e turizmit të qëndrueshëm ndërkufitare, thash edhe në hyrje të programit që tashmë ka një bashkëpunim shumë të mirë mes Kosovës, Shqipërisë edhe Malit të Zi, në mënyrë që vërtet turistët që vinë nga vende të ndryshme të botës të vinë edhe për pak ditë të shijojnë edhe të prekin gjitha ato pika, sepse e dim që kemi edhe turizmin e aventurës, për çka ka një interesim të madh pra nga turistët e vendeve të ndryshme nga e gjithë bota. Po shpresoj që e kemi edhe po kthehemi te Flora edhe mandej kemi mundësi me realizu intervistën pa ato pengesat që janë të natyrshme për shkak të një ambiente të hapur që është edhe një herë të lehtë deri në mesatare që po fryn edhe atje mirë, po që po shkakton pak të lashe në mikrofon. Flor, nëse po më dëgjon edhe një herë, po ta kthejmë linjën për me vazhdu intervistën.
Dëgjoj, po shpresoj që edhe ne jemi në rregull tani edhe me mikrofonet. Pra Vlerta, ishim edhe duke diskutuar edhe për qëllimin e këtij projekti, e përmendet edhe për pjesën e iniciatorit, që sigurisht një projekt shumë i rëndësishëm edhe për vendin tonë. Më intereson edhe sot gjatë manifestimit se kush do jetë pjesë e kësaj ngjarje. Do të thotë në manifestim do të jenë pjesë të gjitha figurat më të rëndësishme të Malit të Zi dhe të Pejës, po ashtu edhe të Shqipërisë. Do të jemi ambasadat e ftuara, do të jem po ashtu kryetarët e 6 komunave, po edhe kryetarë tjerë të komunave tjera, po ashtu të 2 vendeve, Kosovë, Malzi, 3 vendeve dhe Shqipëri, pasi që projekti është 3 kufitar dhe projekti është rotacion. Do të thotë si vjet është manifestimi në Pejë, vitin tjetër do të jetë diku tjetër. Projekti ka me fillu me një takim të 6 kryetarëve, një takim i mbyllur me 6 kryetarëve ku do diskutojnë se çka t'i shtohet më shumë projektit, apo ti mungohet, nuk ma mërmendja, apo të pasunohet ma shumë projekti, e pastaj fillon me manifestimin në asamblen komunale, ku do t'jetë një manifestim, projekti do të lansohet në një video, po ashtu dhe disa video të projektit të Pejës dhe projektet 3 kufitare që i ka komuna e Pejës, që jemi si komunë lidere me projektet 3 kufitare me fondet e Bashkimit Evropian IPA. Kështu që do të jetë një kombinim i gjitha projekteve 3 kufitare të komunës së Pejës. Një projekt i tillë, sa do e ndihmoj, jo vetëm komunën e Pejës, mirë po edhe Kosovën në përgjithësi, përderisa flasim edhe për këtë pjesën edhe turizmit. Sa i përket këtij projekti, ky projekt është normal edhe një promovim, që secili promovim i ndihmon Kosovës, Pejës dhe gjitha qyteteve tjera, ku ne duhet ende të punojmë shumë të pjesa e promovimit Kosovës të pjesa turistike, jemi, nëse më të them, hala të ri si shtet, kështu që do të jetë mjaft një kontribut i mirë, edhe gjithë promovimi i turizmit do të jetë një kontribut i mirë sa i përket Kosovës dhe turizmit. Përderisa e tha që vitin e kaluar ka qenë manifestimi në një vend tjetër, me intereson edhe tek ky projekt, cilat kanë qenë ato temat kryesore nga viti i kaluar dhe ndoshta çfarë sot do të plotësohet gjatë manifestimit që do diskutohet, ndoshta edhe duke përfshirë edhe prezantimin atyre videove që e përmendet ju. Do të thotë pasi që vjet ka qenë diçka krejt e re, është nënshkruar marrëveshja dhe menjëherë pas përfundimit të nënshkrimit marrëveshjes është bërë manifestimi në Plovë, ka qenë gjithçka e re. Do të thotë vitin e kaluar kanë filluar vetëm të mendohen sendet dhe të fillojnë bëhen pak. Do të thotë kjo sot çapo bëjmë është ajo që është paraplanë marrëveshje, edhe ma mendja që vitin tjetër do të jetë prapë pjesë të tjera të këtij projekti. Vlerta e tha që sot sigurisht do të ketë edhe të ftuar nga edhe 2 shtetet e tjera, përveç atyre edhe të Kosovës, dhe me intereson më shumë edhe të di te kjo pjesa e turizmit, përderisa është projektuar, ndoshta është bërë një anë e skeletit nga viti i kaluar dhe tashmë e kanë edhe më të qartë se çfarë duhet të përfshihet dhe të plotësohet në këtë projekt, tek pjesa e komunës së Pejës. Çfarë mendohet ndoshta të përmirësohet më shumë, mënyrë ndoshta që të ngritet edhe më shumë ajo pjesa e turizmit, anës malore, edhe për skijimin, sa është vend edhe i përshtatshëm? Po, ashtu si që ceka dhe më herët, gjithë puna e turizmit në qytetin e Pejës bëhet përmes promovimit, ku me një promovim atër normal që duhet ta japim edhe një infrastrukturë dhe kushte shumë të mira, po jemi të punu në atë drejtim dhe shpresojmë që çdo vjet do të jemi mirë e më mirë. Sa i përket pjesës së infrastrukturës, se përmendet që përveç promovimit, te pjesa e infrastrukturës, ka ende punë të bëhet, sa mundet ndoshta edhe komuna e Pejës t'ju ofroj edhe shteteve të tjera këtë pjesën e turizmit kur është fjala për skiatorët? Gjithmonë duhet bëhet, do të thotë kurzohet mund dal ty bë, po kështu që po, do të ka ende punë normal, dhe gjithmonë do të ketë punë. Kështu që sa në male ose bjesht edhe të përshtatëra. Po, do të thotë pjesa e skiatorëve që ne përmendim nuk është pjesë e skijimit thjesht, apo të skijimit me një stazë normale që skijojnë gjithë, është një pjesë e skijimit më ekstrem, të them. Kështu që për profesionist, kështu që gjithmonë duhet punohet në ato fusha, po normal që duhet punohet për profesionistëve tjerë që merren me këtë punë. Pas kësaj dite të manifestimit të kësaj, është menduar se çfarë do të vazhdoj më tutje?
Sot do të flasim në takimin e parë që do të jetë për orës 10 deri në orën 11 mes të 6 kryetarëve të komunave, do të bisedohet pikërisht për këtë punë, që çka mund të vazhdojmë. Projekti për momentin është me disa financime shumë të vogla, duhet të shikohen donatorët dhe pjesë tjera, do të thotë sot do të merren vesh të gjitha ato që do të shtohet më shumë në këtë projekt. Sigurisht, sepse është e rëndësishme të merren idetë e secilit dhe derisa e plotësojnë njëri tjetrin, kompletohet, po besoj edhe ky projekt vazhdoi edhe me tutje edhe për vitet e ardhshme dhe të arri atë suksesin ndoshta maksimal, mënyrë që edhe vendi jonë të arri, sepse i kemi natyra flet vet. Kemi pamje shumë të bukura, kemi bjeshk shumë të bukura, kemi terrene shumë të bukura dhe me një investim të duhur sigurisht që mund të arrihet edhe një rezultat dhe një sukses. Blerta, faleminderit shumë për sot, nëse edhe keni më shtu diçka tjetër. Jo, veç ju falenderoj shumë për që keni gjetë kohë me ardhë. Është një manifestim që duhet transmetohet në gjitha të vetë, kështu që ju falenderit edhe një herë. Faleminderit shumë Blerta. Uroj që ne sigurisht të shihemi edhe herave të tjera, pse jo pas këtij manifestimi të shohim ato idetë që prezantohen gjatë diskutimeve të sotme dhe të shohim nga afër edhe puna që po bëhet në terren, pse jo edhe ato planifikimet që bën nga shtetet të tjera, të cilet vinë dhe ndoshta i shohim edhe ne zbashka ato sportin ekstrem të skijimit, ndoshta edhe që e praktikojnë edhe ata profesionistë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Faleminderit. Pra, ishim bashkë me Blerta Hargji Begolli, zyrtare e lartë për planifikimin e projekteve në komunën e Pesë, ku bashkë diskutuam edhe për manifestimin e dytë rajonal dimror një ditë 1 maj, skiatorët e 3 shteteve. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejt për drejt, ndërsa linjën tani po e kaloj tek ju në studio. Në fakt me shumë qef kishim qëndruar pak në atë sheshin e bukur të Pejës me kaldërm, është ishtruar me kaldërm i rim duket ai Flora. Për ndryshe temperatura sot në Pejë është deri në 12 gradë Celsius, po kjo era duket që e bën mos më mundjesi e tillë. Për ndryshe pamja. Vetëm era një pengesë, për ndryshe jo, nuk është ftohtë. Ose mikrofoni e kamera pak e stërzmadon, base mund të mos jetë aq e madhe. Mirë Flor, faleminderit shumë për pamjet, për informacionet, për intervistën që e solle.